Pastaj thot wala yakhafu illa dhanbahu, dhe mos të frikësohet nga askush përveç se nga mëkatet e tij. Mos u tut nga kërkush, mos u tut nga asgjë, sepse s'ka mundësi me të godit asgjë, veç sa ato që ta kalon, që ta ka caktuar Allah azza wa jall, veç se ajo që është shënuar në kaderin tënd, që është shënuar në regjistrin që Allahu azza wa jall ka caktuar se do të ndodhë ajo apo kjo edhe kështu me radhë. Atëherë mos u tut nga asgjë, tutu nga gjunat e tua, sepse gjunat e tua janë ato të cilat kanë mundësi që të qese nesër para Allahut azza wa jall, para një llogarie që s'e ke prit ti fare. Wa badaluhum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Shumë njerëzve llogaria ju del ndryshe krejtësisht nga ajo që e kanë prit. Ata kanë prit një llogari tjetër, ju del krejtësisht ndryshe, sepse llogarinë nuk e kanë bërë mbi bazë të shpresës tek Allahu dhe frikës nga mëkati. Po e kanë bërë ku me di çfarë llogarie, e llogarit tjera, përveç se kësaj që u përmend, robi shpreson në Allahun azza wa jall, në faljen dhe mëshirën e tij, pastaj edhe në çdo të mirë, se vetëm nga ai ka më marrë. Dhe i tutet mëkatit të tij, nuk i tut askujt tjetër, sepse kërkush s'ka mundësi me ta sjellë ty të keqën. Po ti ja bën të keqën vetvetes. Allah azza wa jall përmend se ne wa ma zalamnahum walakin kanu humudh zalimin. Na nuk i bënëm padrejti askujt, ata kanë të padrejtit, zullumçarë ndaj vetes së tyre apo. Për këtë shkak robi të tutet veç nga gjunahet e tij. Kur tutesh nga gjunahet e tua, atëherë pendohesh, atëherë përmirësohesh, atëherë shton istighfarin. Atëherë ta kuptojmë fjalën e Aliut radhiyallahu anhu se me të vërtet që nga një këshill që po nëse kishim u thu lart dhe poshtë, lindje dhe perëndim, zor që kishim arrit mi mbledh këto kuptime kaq të mëdha në një fjali kaq të shkurt, la yarju illa rabbahu wala yakhafu illa dhanbahu, të mos shpresojnë asgjë tjetër vetëm se në Zotin e tij dhe mos t'i frikësohet askujt përveç se mëkatit të tij.